وأهل العلم اختلفوا في الفرق بين النبي والرسول على أقوال. Dallimi mes profet dhe i dërguar ka mendime ndryshme të dietarët, disa mendime. منهم من قال أن النبي من أوحي إليه بشرع لكنه لم يؤمر بالتبليغ، والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. Disa prej dietarëve kanë thënë se dallimi është që profeti është ai të cilit i ka ardhur shpallja dhe i është sill feja, domethënë, por nuk është urdhëruar që t'i thrasë të tjerët. Kurse i dërguar është ai që i ka ardhur shpallja dhe është urdhëruar t'i thrasë të tjerët. ومنهم من قال أن النبي يأتي مكملا لشرع من قبله وأما الرسول فيأتي بشرع جديد. Kurse disa dietarë kanë thënë profet është ai që vjen për ta plotësuar dhe për ta vazhduar ligjin dhe shariatin e pejgamberit të mëparshëm, kurse i dërguar është ai që sjell një shariat të ri. ومنهم من قال وهو أقرب الأقوال إلى الصحة والسلامة من المعارضة وهو أن النبي يرسل إلى قوم موافقين وأما الرسول فيرسل إلى قوم مخالفين. Dhe tjetri mendim është, dhe ky duhet të jetë më i saktë, se profet është ai i cili dërgohet te një popull besimtar, të cilët janë, domethënë, në rrugën e pejgamberëve. Kurse i dërguar është ai që dërgohet te një popull që janë kundërshtar.